Mendoj që kjo është pjesa më e rëndësishme, domethënë. Sidomos pjesa publike për përcjell mesazhin që ka shpresë. Dhe shpresa vritet kur vritet ajo shpresa e madhe për drejtësi. Pra, një nga arsyet që të huaj kanë parë në largimin shqiptarëve nuk është vetëm niveli ekonomik, por që këtu njerëzit nuk kanë pasur shpresë për të gjetur drejtësi. Dhe vallja gjithmonë është luajtur në fushën e padrejtësisë, domethënë pa u sfiduar nga drejtësia. Dhe pushteti është parë si biznesi, është si një abuzim i ligjshëm, domethënë është bërë i ligjshëm abuzimi. Pra paligjshmëria u kthye në ligj dhe i gjithë pushteti, duke rrjedhur nga pushteti i madh, se korrupsioni frymëzohet dhe përkrahet dhe garantohet nga pushteti i madh, dhe nga kapja e sistemit drejtësisë, ka bërë që të jetë një farsë gjithë qeverisja. Dhe ky 30 ca vjeçar, që është i tranzicion pafund dhe i dështuar. Pra, mendoj që ky tranzicion nga sot e tutje fillon countdown-i i tij, fillon numrin mbrapsht. Tani kemi një njëjtën kohë. Unë e kam gjykuar në parametra të tjerë, që ky popull, dhe jo vetëm qeveria, duhet të angazhohet seriozisht, ta marrë seriozisht, dhe tem nesër e tutje ne të bëjmë mbase jo për ditë, por çdo sekond, çdo minutë, pjesën e garantimit të gjitha standardeve për 33 kapitujt. Pra Shqipëria ka një shans, dhe ata nuk shohin një shans formal që ky vend të shkojë familjen europiane, se nuk ka vend perfekt, siç mendojmë ne, por nuk duan një plotësim formal, një plotësim sa për të thënë që ne i shkruajmë dhe i bëm këto, i zbatuam ato 100.000 faqe ligje që janë aty me direktivat bëhese rregullore. Pa ata duan në mënyrë serioze vullnetin e këtij populli që do të jetojë si europian me këto ligje, me një kushtetutë të tillë, bile edhe të delegojë disa sovranitete që delegohen në Europë nesër, por që ne jemi të hapur për një shtet të së drejtës ku ndahen pushtetet. Dhe këtu kemi njëkohësisht ndërtimin e drejtësisë. Pra është një hap që drejtësia po guxon, edhe ne si opinion po bëjmë në thojë atë presionin që drejtësia të bëhet, dhe të ketë edhe për Berishën, dhe të është një person i stigmatizuar dhe nga fuqitë e mëdha, si një person i pandrejshëm që ka kapur peng sistemin, institucionet dhe ka bërë korrupsion madhore etj. Dhe është rrezik dhe për sigurinë kombëtare amerikane, jo më për shqiptarë që ka marrë lumi, me të duke pasur akoma në përkëmbë, por të jetë një mësim për të nesërmen. Pra ndoshkushmëria është garanti, në këto raste është garanti më i mirë që një qeverisje e nesërme nuk do të pasojë atë, jo në termat politik, në retorikën politike, por në produkt. Dhe për këtë arsye mendoj që kemi një investigim të gjatë, për mua është më i gjatë se sa duhet, mbase ka pas komplekse vetë sistemi i drejtësisë për të marrë me të. Kemi me prova të sakta dokumentare, pra kemi VKM-ra, procedurale mbledhësh e tjerë, që bëjnë lidhje shkak pasojë, që provojnë konfliktin e interesit, dhe të tilla kemi pasur gjyqje edhe të figura të larta në Poloni, Rumani dhe Çeki. Kemi dhe precedent tjerë nga Europa, siç ka për shpërdorim të tyre Gruevski në Maqedoni, kemi dhe për vende tjera prapë në Rumani apo Kroaci. Mendoj që duhet jemi kujdesshëm dhe ky proces do të jetë publik dhe i hapur, që ne të shohim ligjshmërinë edhe integritetin e procesit dhe gjithashtu të vihet drejtësia. Para aq sa ka bërë shkelje, për ato të vihet para drejtësisë.